Kurse disa të tjerë kanë thënë që këto 72 grupe janë të gjithë kufar. Të dashurit e mi, ne duhet me qenë të kujdesshëm se çfarë jemi duke thënë. Pse? Sepse këtë nuk e ka thënë i dashuri i Allahut alayhi salatu wasalam. Mirë po alayhi salatu wasalam thoshte që këto 72 grupe do të futen në zjarret e xhehenamit. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'du. Të dashurit e mi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mirësi dhe bekimet e Allahut të lartësuar qofshin mbi të gjithë ju. Të dashurit e mi, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, qala Rasulullahi alayhi salatu wassalam, wa taftariku ummati ala 73 millah, kulluhum fi an-nar illa millatan wahida. Qila wa man ya Rasulullah? Qala ma ana alayhi wa ashabi. Të dashurit e mi, e përsëris edhe një herë bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa taftariku ummati ala 73 millah. Ka thënë i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam që ummeti im do të përçohet në 73 grupe. Të dashurit e mi, kjo fjalë vë taftariku ummeti, kjo do të thot ummeti im. Dhe më thonë, në këtë hadith flet pejgamberi alayhi salatu wassalam për këto grupe që kanë qenë musliman, mirë po kanë qenë musliman të dobët dhe kanë pas gabime. Mirë po gabimet e tyre nuk kanë qenë mëkate që bëhen gjatë ditës e kështu me radhë, por këta kanë pasur gabime në akiden e tyre. Mirë po, ne duhet të jemi të kujdesshëm. Pse? Sepse kush thot që këto grupe do të futen për gjithmonë në zjarret e xhehenamit, ai i përngjan havarixhve. Sepse havarixhet janë të mirënjohur që i bëjnë përjashtim njerëzve nga feja, nga dini i Allahu xhalla xhelaluhu. Kurse disa të tjerë kanë thënë që këto 72 grupe janë të gjithë kufar. Të dashurit e mi, ne duhet me qenë të kujdesshëm se çfarë jemi duke thënë. Pse? Sepse këtë nuk e ka thënë i dashuri i Allahut alayhi salatu wasalam. Mirë po alayhi salatu wasalam thoshte që këto 72 grupe do të futen në zjarret e xhehenamit. Këtë e ka thënë dhe e ka vërtetuar. Kulluhum fi an-nar, të gjithë do të hyjnë në zjarr, illa millatan wahida, përveç një grup. Kjo do të thot në përgjithësi të dashurit e mi, sepse ka njerëz që kanë qenë xahil ose tekvil. Tekvil do të thotë që nuk e ka kuptuar ndonjë gjë tamam çish duhet. Dhe për këtë arsye, në yamul qiyame, në ditën e gjykimit, mundet me qenë i falur tek Allahu xhalla wala. Mirë po, në këto grupe, domethënë sekte, kishte edhe njerëz që ishin udhëheqës dhe ata e dinin saktësisht se çfarë thirrje kanë bërë. Dhe disa prej tyre e kanë arrit nivelin e kufrit. Eudhu billah. Por në përgjithësi, këto 72 grupe janë grupe musliman që kanë bërë gabime në akidën e tyre dhe për këtë arsye do të futen në zjarr. Të dashurit e mi, kjo na vërteton gjithashtu se nëse ne kemi ose e pasojmë një akidë të gabuar, do të futemi në zjarr. Të dashurit e mi, shiqoni reagimet e sahabëve. Imagjinoni kur pejgamberi alayhi salatu wasallam thoshte që të gjithë do të futen në zjarr përveç njerëz grup, ata u friksuan la ilaha illallah dhe nuk dëshironin të jenë prej atyre të humbërve, por e pyetën më një herë pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe than: "O i dashuri i Allahut, kush janë ata të shpëtuarit?" Të dashurit e mi, pasha Allahun e madhëreshëm, ne duhet të i marrim sahabët shembull. Pse? Sepse shiqoni se çfarë pyetje me vend kanë shtruar. Nëse edhe ne i shtrojmë pyetjet me vend, do më thonë atë pyetje që na shtyn përpara, atëherë dhe ne do të jemi prej atyre që do të jemi fitues dhe të suksesshëm. Bi idhnillah. Të dashurit e mi, wallahi, nëse e analizojmë pyetjen e sahabëve, më një herë vrem se sa të kujdesshëm dhe të koncentruar kanë qenë.
kur pejgamberi alayhi salatu wasalam e sharronte ndonjë ajet kuranor apo hadith e kështu me radhë. Do më thonë e ndëgjoni me vëmendje dhe e thellësonin në zemrën e tyre dhe atëherë e zbatonin. Të dashurit e mi, atëherë sahabët e pyetën: "Kile vëmen ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, ja Rasulullah, e kush janë ata të shpëtuarit?" Pejgamberi alayhi salatu wasalam thoshte: "Qale ma ana alayhi wa ashabi." Të shpëtuarit janë ata që e ndjekin rrugën time dhe të shoqëruesve të mi. Do më thënë rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe të sahabëve. Do më thënë Kur'anin dhe Sunetin. Kjo është rruga e selefëve. Do më thënë selefu salih. Subhanallah. Mirë po, kush ishin ata? Ata ishin selefët, do më thënë pas ardhësit tanë, të dashurit e mi. Të dashurit e mi, se si u përgjigj i dashuri i Allahut alayhi salatu wasalam është e habitshme. Wallahi është e habitshme. Pse? Sepse ai nuk thoshte të shpëtuarit janë ata që e ndjekin rrugën time. Por ai alayhi salatu wasalam thoshte të shpëtuarit janë ata që e ndjekin rrugën time dhe të shoqëruesve të mi. La ilaha illallah. Të dashurit e mi, pyetja shtrohet, pse po i përmend alayhi salatu wasalam sahabët? Sepse ata janë shembull për ne, se si ne duhet ta pasojmë të dashurin e Allahu xhalla xhelaluhu, sepse ata kanë pi, kanë ngrënë dhe kanë fjetë së bashku me ar-Rasul alayhi salatu wasalam. Dhe të dashurit e mi, kur pejgamberi alayhi salatu wasalam thoshte: "Kulluhum fin-nar illa millatan wahida", të gjithë janë në zjarr përveç njerëz grup. Këtu e dëshmon pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe është e qartë për ne që shumica e njerëzve do të jenë në zjarr. Pse? Sepse i përkasin këtyre sekteve. Të dashurit e mi, dhe kjo thënie është nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an. Ai thoshte më të vërtet shumica e njerëzve e kanë lënë rrugën e udhëzimit. Do më thënë shumica janë në rrugën e tyre të gabuar. Të dashurit e mi, ky hadith është i rëndësishëm për ne, në mënyrë që ne të dimë se kë po e ndjekim. Dhe nëse e ndjekim profetin, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe sahabët, atëherë jemi në rrugën e drejtë bi'idhnillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.